Suksesi në nxënësve të shkollës së mesme të muzikës Prenk Jakova dhe Mehmet Akiv është më i miri nga të gjitha shkollat e mesme, sepse aty kalueshmëria ishte 100%. Ndërsa dhe gjimnazia Hajdar Dushi në provimin e maturës ka arritur rezultat të mirë. Kështu shpreh drejtoresha e arsimit në Gjakov Diana Çarkaxhia. Gjimnazia Hajdar Dushi në përqindje 86.35%. Në shkollën profesionale Nexhmedini dhe përqindje është 13.79%. Në shkollën profesionale Kadri Kusari 32.27%. Në gjimnazin Aslan Berisha në Rogov bie 81% suksesi i arritur. Në shkollën e mesme të mjekësisë Hysni Zajmi bie mbi 53% kalueshmëria. E veçanta është shkolla Prenk Jakova, nga të gjithë maturantët që janë 16, suksesi është 100% pozitiv. Në kolegjin Mehmet Akiv nga 30 nxënës edhe aty është suksesi 100%. Për shkollën Gjën Nikol Kazazi, rezultati total është 72.73% kalueshmëria. Marrë në përgjithësi si komun, kalueshmëria është 58.36%, që është dukshëm më i mirë se viteve të mëparshme, por që drejtoresha shpreh se ka mundur të jetë edhe më i mirë, ndërkohë që shton se ka afat edhe për ankesa. Afati ankesave është 3 ditë. Nga sot deri të premten po presim ankesat, është zyrtarja e cila po mirret me rastet e nxënësve në veçanti dhe po besoj që nga dita e premte ato të gjitha do dorëzohen në Ministrinë e Arsimit, Këshilli Shtetëror i Maturës do t'i trajtojë të gjitha këto dhe do dalim me një informatë detajuar për secilin rast i cili është pyetje. Përndryshe, provimi i maturës është mbajtur në afatin e qershorit dita e parë më 6 qershor, ndërsa dita e dytë 20 qershor, ndërsa në afatin e gushtit dita e parë 29 gusht dhe dita e dytë 5 shtator 2015.